Dem, bura grua qofsh. Po e filloj duke të cituar një thënie të filozofit Ludwig Wittgenstein, edhe ai i lindur në shenjën e Demit më 26 prill 1889. Ai ka thënë: "Në qoftë se një njeriu i vjen ideja të shtyjë e jo të tërheq, dijeni se ndjehet i burgosur në një dhomë dhe, edhe pse dera nuk është e kyçur, ai nuk e hap dot, se ajo hapet duke e tërhequr." Dem, bura grua qofsh, kam përshtypjen se edhe ti në këtë moment je në një situatë të tillë. Çfarë ke ndërmend të bësh? Jo, më thuaj në qoftë se gaboj. Dem, bura grua qofsh, kam një ide. A të bëj një propozim dhe nuk ka rëndësi ne e pranon apo jo këtë ide. Zëre se nuk ta kam thënë, por një eksperiment duhet ta bësh. A ka mundësi që atë derën që nuk po hap dot ta tërheqësh në vend që ta shtysh dhe të shohësh çfarë do të ndodhë? Propozimi im është, a ka mundësi të provosh një mënyrë tjetër për atë çka do të realizosh dhe të mos ngelesh këmbgulës në tënden? Se mund të jetë edhe gabim.